LDK do të me kuptu një herë për gjithmonë, nuk e ka ma luftën me PDK-n, e ka me VV-n. VV-ja është të e kërcnu seriosisht LDK-n, do më thonë një morë elektoratin ka dal krejt, elektoratin, ju PDK-ja. E këta, hala e kanë atë dilemen e vetë, atë problemin e vetë. Mënej që kompleks ma shumë e kanë këtë pjesë, shumë kompleks kjo pjesë LDK, PDK, sidomos ka sare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka stare e Lidhjes Demokratike të Kosovës me këto qëndrime ma mjerë me lëshu ran, ka aty hala njerëz LDK, struktura tjetra që kanë përvoj politike më rana LDK, si mujnë me majtë LDK, nëse unë menoj si LDK-ja, nëse donë me ecë për para, duhet pa me pas një kryetar tjetër në krye të LDK-s. Kina ja mërti që kështë me nuk kom emën, por ta kanë pas emna mjaftueshëm, kur e kanë bon Lumir Abdigjiku. Po ishte fryma atëherë edhe ndodhi, sepse Lumiri është njëjtë si Albini, si Vjosa, që si mendësia është. Ta me pas Lutfi Hazirin, kryetar, në atë ko me pas ba, më në që ma mirë. Po është Lutfia, Hikmetja... Jo, mos t'i lutëm. Jo, unë për Hikmetja nuk mena, Hikmetja është arrogante. Hikmetja pa tjetër, po nësë ishë votu me gjithë respektin për Lutfi Hazirin, e është pasi njeri për të kësë. Po s'to të bëjmë njeri për të kësë sa i kretë kontributin LDK e ka thonë? Në 7%, Buvakjes, bashkëtash me një person si Lutfi Haziri. Zgjidhja në ato fazë kur ka qenë LDK-ja në proces zgjedhor, mirë që zgjedh Lumirin në kuptimin që një djalë i ri me doktoratur, një djalë urban, edhe i cili ka qenë në kundërshtim të hapur edhe me Albinin. Po e dy politika një urbanizëm që shtojnë... Po shumë edhe me, po edhe me mbjës urban. LDK-ja ka qenë njëri urban. Se standardin e kryetarit urban thojza... Se nuk kena të garu për mes, apeten. Është një parti politike maj vjetra që nuk ka rëndësi që zhveshësh, a veshësh me stela jo. Po flasëm për kuptimin urban, s'po thëmë veshë se ka të majsetit, se s'ka lidhe jo. Edhe PDK-ja ka lëviz me Memlin. PDK-ja ka vendosur me Memlin, se Albini ka qitë këtë standard. Dërsa LDK-ja dhe me të pa opcion, në qëto opcione, realisht në mënej që apeto ma mirë Lumiri, eventualisht Zonja Hikmete Bajrami, po e cila nuk ka pretendime. Dërsa Vjosa Osmani, pa i tona plëcish me ty që e ka bo damin matë madhë, dhe elektorati me saj njësë, kam këgja aforsi dhe shëshnin e LDK, e shonë me qatë sy. Edhe me të vërtet nuk e besoj që Vjosa Osmani se kthejnë LDK, ka me pas mundësim për me deportu, po dhe Lumiri s'ka me liu në asë në formë me deportu, pas LDK-ja e dina si parti, këtë drejtim funksionan me 9 dek dhe ka një kuvend për një me real, një kuvend serios, kur kemi zgjedhën kryetarit e LDK-s, botim të partit e tjera, kryesisht kemi pas kryetarit cili nuk është kontestu dhe është votu unanimisht se më murgoja kërkendjes, si zotri Ramush Haradinaj, që votojnë, ashtu votu edhe zotri Thashi, dhe se e ka leju Kadri Veselit, dhe këtë rast munges të dy liderve që në Hag, është votu Memli si një zgjidhje urbanën, thojë, sa përthëm kuptimin që një djallë pak ma që të shkollum jashtë, ka do shumë bo një balans me LDK-n edhe me Albinin. Okej, në rejë, nëse ju referosh zotit Ramush Haradinaj, po kur e marim parasysh Lidhja Demokratike e Kosovës është partia ma e vjetër në Kosovë. Pa ka dëmtu vetën nga qëndrime politike dhe nga thyrjet. Jena të bojmë një parti që ka dalë në vendin e tretë edhe u kanë e rëndësishme në shumë proceset të mda vendore. Nora, njerë është për shembull nëse krahasa me një AK që është ma parti lokaliste dhe Lidhja Demokratike e Kosovës që kush e pruni deri në këtë gjendje LDK. E ka pru kuvendi me Nejat Dacin, e ka pru rasti me zotrin Isa Mustafa Fatmir Sejdiun dhe goditin e fundit ja ka jep Vjosa Osmani. Ja ka jep edhe u dëmtu, me vite u dëmtu, 3 herë u ndonë, LDK-ja. 3 pjesë u ndonë. Vjosa ja ka dhonë, ka parë një goditje shumë madhe. Edhe nuk është letë më fjellë, veç durim e kuptu një sen. Momenti që një parti e ka qeverin edhe antarësia të ekipë vendosja, nuk dhja e dini. Më veç dy ndërmarje, kom informuar që 400 veti kanë shtim punë. Antarësia kërkën me him punë. Por që ato ato ashtë në, që ato bisare mora shambull. Nora me papluma në përshet. Me najtë në opozit, për që me të votu. Me marë roga dhe me zhannu. Eki vëtvedose ka bu këto, i ka shpraz shumë dërmarje, i ka shpraz nga antarësia e partive tjera, ka shti njerëz në punë, në emër të reformës së ndërmarjes, lërgëpi punës, njëta vene plëcoj me antarë të vëvës. Në bëjë që në palënor vetëm bashkë, veç të plëcoj në zëbanë. E ka shkatru... Nuk eksiston antari hero. Jo, ma interesë. E ka shkatru shërbimin publik, dy cili shërbimit civil, për shambull, punëtorët e ministrive, të qeverive, të ndërmarjeve, kanë qenë punëtorët më profesional, është investu në ata punëtorë. Se po më në të gjë për dita kanë hiqë ata me merita dhe marë ata?
Po, kur ti edhe nëse si hi me merit, kur ti bësh 25 vjetë punë, visar ti e trajnohesh qatë ty ti e mëson punën. Ka qenë problem. Ta është edhe ma heq. Po, ti hapon kupton qa përta. 25 vjetë i e trajnu, e ke mësu punën. Që kena me qitna, kanë me hi me konkurse me sene, po kundra zde e kanë shkel dhe është ka shkon edhe mazi. Nuk ka meritokraci. Je antari partis, unë në henë mere pozitën. Edhe më herët, edhe ta shërgjit. Njëjtë e kje dhe komunë e Prishtinës. Nuk ka gjasa në komunë Prishtinës ti me hi më punë, nëse s'ki libres partis, ose nuk je i afërt me ata që janë të fortë brenda partisë, nuk je në rrethën e lumirit. Për komunën e Prishtinës kena me folë prapë, si kena pas një diskutim shumë të shkurt veç për kandidatët që kanë qenë, po më duhet diskutu këtë pjesë, po janë analizojmë pak partit politike, të marë parasysh që asë brenda kuvendit s'po mujnë me gjetë asë një marrëveshje politike dhe për hirë të vërtetës, përveç partisë të madhe në vend, që i faturohet përgjithësia më e madhe, që shta dhe mentore dhe parti tjera nuk po i kuptojmë fort se qka janë të dashtë. Janë rahat, po do kanë qenë rahat, nuk janë komod. Na po i analizojmë pak se cilën parti, të e marë parasysh se qka kanë me bo, se që kanë me qenë populli, se sot po i shojmë një farë kaosit total. Del në qytet, qytetari nuk e din as pëse jeton sot, as që ka me bo nesër. Do më thonë nuk ka kur farë vizioni për të ardhmen, me sa po kuptoj one që kjo është gjendja aktuale dhe faktike në vend. Nëse marim situatën aktuale, dalën e do më thonë prej zgjedhjeve të non-shkurtit, është lëvizja vetë vendosja, e cili e ka komplet përgjithësin, edhe ligjore, edhe kushtetuse, edhe ka këtë situatën dorë për me i zgjidhë problemet, me i kriju institucionet. E kemi përsërit sa herë. Edhe në këtë pikë nuk mujmë i fajsu partit tjera, përshkak se është ndorën e tyne. Po, mental, është ndorën e tyne. Mirë, a bon këta për shembull, qka humbin këta nëse opozita e voton Albulenën edhe buan bashkë dhe shkojnë prapë në zgjedhje? Po mirë tash, është ndorën e Albin Kurtit, edhe si një lideri përgjithshëm, fitu si zgjedhjeve me një përqindje shumë të madhe, me 48 deputet në salë, më thonë që ka komplet situatën ndorë, reflekton këtë situatë. Nëse ti e lutë lidhen demokratike të Kosovës, si thu, hajde, po bojmë koalicion, ti kur te lutë, ti dosh, edhe i ka do kushtet vetë, ato do të mja pranu ato kushte, sigurisht që do të mja pranu ato kushte. Kë pe thirë për mës me ardhaj, për me fajsu masanej. Qysh le dëkëja kushtën po bona kryeministër partia e tretë? Tash që to për shambull? Po mirë, po do të më ullë me diskutu ato kushte. Ku po dojnë munis? Me partinë e tretë, kryeministër, ku vetëvendosja është partia e parë? Edhe mënyrën kur ja dërgon atë letër, do të me konë letra korrekte. Do të me respekt, kur ti drejtohesh dikuja, po vjen me mu, po bashkë qeverisim, ose po bon partner, edhe në biznis e ku do tjetër, do të me një farë respekti, edhe me një farë mirë kuptimi, edhe më ullë edhe me diskutu, e jo në mënyrën që i bën kjo ftesa lidhës demokratike. Po kemi reali, Rebentar, në letrën e vetëvendosjes thuhet që edhe nëse shkojmë zgjedhje prap njëjtën pozicion kime pas. Nuk është që ka gënyna i edhe ofendon, edhe në nëshman, e ofendon, e përçman. Ti po isha sontajët mentar. Ti ki bo me ata këtu, me këta këtu, e kështu ti ki bo kështu, tani hajde të une, ka dalë, që s'po të vi. Tash ofendoj edhe kjo deputeti Kraku, i tha tragedi është që u zgjedha kryetori i LDK-s, tha tragedia me madhe për të është që menën që u zgjedh me merit. Pra këta për sulmojnë që u lumirin ashtu të tonë kohën e sulmojnë, agnene e thojnë hajden qeverisi. Se kanë besu që s'ju shkën lumirin, për ju vjeran tash. Sulmi ma i madhë për ju vjeran edhe mas refuzimet. Edhe pjesa tjetër që e kemi diskutu prapo është mirë nështë ta me përsërit. Me pasen interesum Albin Kurti, sot dish qeveria ishin kuvend, ishin krejt. Pse nuk i bën ftes PDK-s për shembull? Asë njerë si ka ba zdën mi bë ftes. Shkak se ka frikën që PDK i përgjigjet pozitivisht, edhe duhet me bo qeverin masanej me PDK-n. është premtim që pëdo mja majtë qytetarit, për shambull. Lëvizja vetë vendosje, pëdo në miruj qytetarit, votus për vetë. Po që që premtim mundët me majtë. Premtim ja ka përmbush aty në qytetarit. Vëvën, do shta pëdo me rujt votusin e vetë, edhe votusin për vësë. Ka qene ashur. Votusin po bajtona, për votusin po bajtona. Kam qenë derën vetë, se ka thonë vazhdimisht që nuk bashkërujna me juve, nasina në asë një formë, eksponent shumë brenda PDK-s. Jo, Bedri Hamza ka pas deklarat për media. Edhe Bedria. Edhe Bedri Hamza ka thonë. Bedri Hamza s'ka thonë që në kurqyri se bëjme ta. Ka thonë jo pra ka thonë se ndoni. Bedria ka thonë, unë jemi interesu me pas koalicion me partit tjera jo me vetë vendosin. Mirë po jemi hapon për me diskutu me se cilë.
Sami Lushtaku ka thonë Ashiqare që është dhe eksponentat kërësor, mrena. S'pe martë mirë qenë se është gati nivel me kërë, jo pa i gati nivel me kërë. Pse se provoj kurti mja quftesën? E pse se provoj kurti mja quftesën? Ose qënë për arsye se ditë që dhe në elektorat mënët më dëmtu. Na, vishpak, hapi parë. Aja që aty e ka, aja ka që aty e halën, nuk e ka halën. Ta kanë thonë që jo. E ka halën që halën në përgjithë. Hapi parë është që janë ullë të avëllin për konstituimin e kuvendit. Do më thonë, Lumir Abdigjiku as nuk i ka shku në të avëllin vetëvendosjes. PDK i ka shku në të avëllin vetëvendosjes për problemin e konstituimit të kuvendit. Po mirë ka bu që ka shu shumë. Mirë dhe regullësht. Shumë mirë. Po tash për shamu... Unë menaj që Lumiri ka bu shumë edhe hala shkëm të dëmtu edhe elektoratin hala. VV-ja e ka tim të avëllin edhe PDK. Me stofar rezistent, ka mujtë mi shku edhe në të avëllin mi a thonë. Se kur i shkan, kur tirë dikosh është mirë mi shku. Pavarësisht që është tjerë. Shkën të shko bala faqe o aty, që t'ja përplase argumentet për para. Po jo me dalë masanej me komunikata me këtë zona. Pra ndaj po thëmë që Albin Kurti s'është interesu me bo qeverin. E ka edhe AKM pavarësisht të qëndrimeve që i kanë pas tash pra e ofenduse njëni me tjetërin. Edhe për para kemi pas kësi situata kur partit politike ose liderët janë ofendu me zveti ose në sulmu njëni me tjetërin njërë verbale me gjuhën ma tronë të mundshme, po në fund jënë ullë edhe kanë bo qeverin. E kanë bo qeverin për shkak se është diçka pak ma nalë se interesat personale ose partijake, është interesi nacional në fundit.